Komisionierja Europiane Marta Kos prezantoi paketën e zgjerimit për vitin 2025 me vlerësimet përkatëse për vendet kandidate që aspirojnë të bashkohen bllokut. Gjatë konferencës, komisionierja veçoi Shqipërinë dhe Malin e Zi nga 10 vendet kandidate për progresin që kanë bërë. Duke marrë parasysh progresin ku këto vende kanë kombinuar ambicjet e tyre me veprime konkrete, një zgjerim i suksesshëm është një mundësi realiste brenda viteve të ardhshme. Viti i ardhshëm do të jetë një moment i së vërtetës për të gjitha vendet kandidate, por veçanërisht për ato që kanë paraqitur plana ambicioze për të përfunduar negociatat. Kos vlerësoi progresin e shënuar nga vendi ynë sa i takon grup kapitujve themelor. Shqipëria ka bërë një progres të paprecedent që nga mbledhja e parë ndërqeveritare në tetor të vitit 2024. 4 grup kapituj janë hapur gjatë këtij viti dhe i fundit hapet në nëntor. Një rezultat i shkëlqyer dhe aspirat e qartë me 91% mbështetje të shoqërisë për t'u afruar me bllokun. Kos tha gjithashtu se edhe vetë bloku nga ana e tij po bën përgatitjet e nevojshme për zgjerimin duke pasur parasysh ritmin e vendeve kandidate. Prezantimi i paketës së zgjerimit vjen në të njëjtën ditë kur liderët e Bashkimit Evropian dhe ata të rajonit janë mbledhur në Bruksel për një samit në fokus të cilit është procesi i integrimit.